Ajo është pa diskutim një nga emrat që kanë lënë gjurmë në politikë, por edhe në rrugtimin e saj në media, po krijon një model fantastik. Po flasim për Grida Dumën. E zhgënjur nga politika dhe nga bryllat, Grida fillon një rrugtim të ri në media. Në daljet e saj, vihet re se Grida di të tërheq publikun, jo vetëm me pamjen dhe sharmin, por edhe me formimin që ka. E realizuar nga ana profesionale dhe në krah të njeriu që do, duket se Grida po jeton pranverën e jetës së saj. Gjithsesi, kjo është Grida që ne njohim, por sigurisht që interesi më i madh është për pjesën që nuk dihet. Grida ka edhe një motër, e cila quhet Grace dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse keni menduar që Grida është e bukur, prisni pak, se akoma nuk njihni motrën e saj. Grace ka një bukuri shumë natyrale dhe shquhet për sharmin dhe elegancën e saj. Në ndryshim nga Grida, ajo është më e gjatë dhe ajo që të jep impakt të menjëhershëm është pozitiviteti që ajo përcjell. Edhe pse pak veta e din, por motra e Gridës ka qenë spiker e lajmesh në televizion në Shqipëri, por gjërat ndryshuan kur ajo shkoi në Shtetet e Bashkuara. Pasi ka mbaruar studimet për financë, ajo ka filluar punë në një nga bankat më të mëdha dhe më me emër të New Yorkut. E ardhur për disa ditë në Tiranë për të takuar me Gridën, kur shet dy motra së bashku, mendon se finesa dhe eleganca janë pjesë e pandar e familjes Duma.